Hoxh Muhamedi e god vet Luiq Perkajn, a I gënjeu për gurin e zi në Qabe, ja e vërteta. Haj me pa, çka kjo punë se, e më pas kanë godit si t'i shakjen Qabe, më pas ka godet Hoxha, edhe mirë, haj të shohim se si më kanë godet. Po, a kalojmë atë një hadith që e ka përmend Luigi kur ka qenë këtu në emision për gurin e zi, ku është hadithi I Ibn Abbasit, kushërinit të pejgamberit Muhammed, thotë guri I zi do të vijë në ditën e Kiametit me dy sy, me të cilët sheh dhe një gjuhë me të cilët flet. Dhe do të dëshmojë për ata që e kanë prekur me sinqeritet në Qabe. Thotë hadithi tek Hajar el Aswad. Ndërsa tek surja El Enam, ajeti 59 thotë tek ai janë qelsat e fshetsisë. Ato nuk I di askush përveç tij. Sadria, bravo Sadria. Shpejt kemë ka pasur jam. E kemë ka shitari vërtet. Nuk bie në tokë pa e ditur ai. Tash ky hadith pak a shumë nuk po përputhet me ajetin, hoç. Pse? E vërtet kontradikt. Për shembull Zoti po thotë e gjithçka që bie në tokë, çka ka ndet edhe në tokë. Edhe nuk bie asgjë pa dijenin e tij asnjë fije gjethi. Tash Zoti më pyet gurin e zi çka komenton dyshysh dëgjoj. Ç'është e kuptojnë këta ateistat? Shefe. Ateist, unë jam ateist. Mos ta ngatërrojmë. Këta ka fol Muhamedi, si ateistët. Duhet me I dallu gjonat. Gjonat e kësaj botës me botën tjetër. Mos na kalon një gjëratë. Është një transformim krejtësisht tjetër. E vërtet pa flet guri zi hoç? Dëgjoj. Bravo Sadrik, kthejen tem, jo një gjërata. Logjika jon e kësaj botës guri nuk flet. Pema nuk flet. Muhamedi thotë se fol. Por që Zoti na ka tregu neve në Kur'an, që në kohën e Sulejmanit a.s. Në Kur'an është marrë vesh me bubrecat. Miligona po e kemi ajet ka për miligona. Ajo është marrë vesh edhe me shpendë. Po miligona, kjo ka mish na çifute, ka kjo Kur'ani. Edhe me xhinët. Ajeti 18 thotë në Bibël. Ka shumë, di për shembull që na ka dhënë disa shenja. A shëndet Kur'ani thotë. Çive ne I shohim disa gjëra. Ka kopjuar nga mish na çifute. Shkrimet para Kur'anit. Ëndra. A pajtohesh ti me këtë hadith hoç? Po pajtohem. Bravo Sadrik, kthen tem. E pse ka nevojë mi kallzu? Pajtohet, ti mua. Pse ka nevojë guri zi mi kallzu Zotit kur Zoti e di gjithçka që ka ndodhur? Dgjoj. Nuk ka profesor. Kur thon dëgjojnë ligjërat, hajde dëgjojnë. Nuk e din se sa din studenti. Sakt pajtona. Edhe për t'i tregu atina se çfarë note ke merituar, I thot hin provim. Ai e din. Profesori e din sa din ai. Sakt. Edhe ai kur hyn provim e zeza në të bardh, shkruan çka shkruan, e merr notën. Bravo, do gjitje e mollë për uzë, kjo shpjegim fantastik. Çfarë trokitje? Për më u bindën. Ne në botën tjetër. A fol guri tema? A ka synier? Pyeti. Për shembull shkencëtarët. Jo musliman. A jemi të vëzhguar ne nga jashtëtoksorët? 99% që e njohin këtë shkencë, kanë me thonë po jemi të vëzhguar. Dhe ne muslimanët e kemi shumë thjeshtë. Nuk ka musliman. Thejtë gurizi hoç. Nuk ka njeri që nuk I ka dy melaçe. Njëna I shkruan veprat e mira. Ka jove me laçe pe gurizi njeri. Na vëzhgojnë këto dy melaçe na vëzhgojnë. A na thonë që agresiv Luigi, se ka një hoxhën me fol. Çdo gjë. Je kështu ashtu 5 minuta se ne përgjigjem. Edhe kur të dalim ne para gjyqit suprem, vetëm do të lëshohet kamera. Vetëm do të lëshohet kamera. Si Big Brother. Tash kush ne më shtojza? Kamera a ka me dëshmuar gurizin gjykim. Po kur s'ka pas kamera, gurizi ka me gjykuar. Ç'është shpjegu kamera. Por thotë din jemi të vëzhguar dhe çdo gjë do ta shohim dhe kjo është një argument për neve që s'kam nevojë, shife. Gjyqi ka me dhënën, gjyqi suprem do ta jep vendimin mbas atij që ai pajton 100% se po e sheh se çka ka bërë. Prandaj muslimanët janë pak më veshën, pak më nuk janë. Çfarë lidhje ka si veshesh a fol gurizia ka sy e gjumë? Çdo gjë e nderuar, po çdo gjë. E tash në këtë rast gurizi, ai që ka shkuar në Qabe, mendon që e ka fotografuar, e ka incizuar. Edhe ai gurizi për shembull ka më thonë o Zot. O ka më fol gurizi. Ka qenë këtu ne. Një farë lloj jo ndonjë lehtësimi. Një farë lloj edhe që nëse ne jem njerëz gaboj. Lehtësimi. Edhe që ka me dëshmuar. Edhe kjo është një dëshmi plus që ka qenë këtu edhe unë dëshmoj që ka qenë këtu. Ja ku është videoja.
Po ku m'ka godat ky mua? Në fundit, mas ligjerata, ju sjellë, ju pështjellë, ju në vetë se me shkua pej Tiranet në Prishtinë, i kara atje, kush e di ka sjellë, i kara Malzi, Serbi, u sjellë kot, hip nëse do me shkua pej Tiranet në Prishtinë, hypi autostradë në laqët miljotit e qaj për Prizren në Prishtinë. Po qka u sjellë? Në fund, pa me e tha se Guri i Zi ka me deshmua në një mënyrë. Po i Bin Abazi, kushrini Muhamedit, e Sheh Albani, shkolltari me matë njohurit, që i kanë pa shqiptar musliman, thot këtë në fjallë të vërteta, si ka dëshmua i Bin Abazi. Muhamedi ka tha, në fund, kur të vi kiameti, Guri i Zi ka me pa 2 sy, me të cilët ka me pa, e gjuhën me cilën ka me deshmua se kush e ka aprit në sinqeritet. E pa vllazën e motra, sa u sjell e sa u pështjell e nuk e la një përgjigje të qartë. Si burr me tha, po i besoj fjalët e Muhamedit janë të vërteta. U sjell, u pështjell. Ligjerat, po faleminderit Zotit, do me tha Sadri Meri disa herë kthevën temë. Edhe ky ndoshta si moderator e ka pa gabimet çka ja banë në program, e banë të lodhshme këto. Pyete njerin drejt për drejt, e thot as e thot. Po nuk e kuptoj pse më vejnë mua këta në video se më ka godat hoxha mua. Me se më godati. Më godat mua hoxha, da me tha, ka rejdu i shperkaj, nuk e ka tha Muhamedi ata. U krye, ashtu të godat. E duhet me ma provë se kom rej. Por tha, por aterna, bla, bla, bla. Në fund tha, po, kanë me pa njerëzit një lehtësim kur Guri i Zi të thonë që kë njeri o kja aty më ka prek. Por kë gur, a ka me pa sy e gjumë me folj. A i smuj me dëshmua, me dalj para Allahut e me dëshmua. Nese nuk ka gjumë me dëshmua. A pate ku ka kaljua. Ka tha, në Kuran tha ka që i folj Sulejmani me bubreca. Po në Kuran nuk tha tekstet originale biblike, nuk foljen bubrecat. Ka e ka marë Kurani këtë mësim se kanë folj bubrecat me Sulejmanin, e thot bubreci, o, po na vje Sulejmani e po na shkel mushtrin e ti. Këto janë e pralla qifute nga mishna qifute. E Muhamedi që në Kuran thone se i kanë tha është veshi, ka dëgjua këso të regimesh, e i ka futën Kuran, e ka thashtë Allahu. Por prapë se kuptova unë, si me ka godat kë mua. Qfar godit jem bani, ku në fundit e qitën se qka kom tha unë, është e vërteta. Ele Sadria i gjeti, ele kontraditat, nëse Zotit din që qka, pse duhet Guri me i dëshmu atina, shumë bukur. Këta kja menim jem në programin kur jam kja në Kojshia Show. Vërtet më vjen keq këtë hoxh me sulmua, s'po thom gjatë se pas ka kapuqën ku që zi. Unë kam qef me folj me ata si që kja ja dit, nëse mund një me thirë, na im tërnava në adikon, këta që e kanë këtë kapuq, këta të osmanve, ashe, na e shohim vetëm këtë pjesë këtu, se buljojnë me të bardhë këtu, por kjo kja kapel, mos të përlosi këta më falni, kjo kja kapel osmane, të cilën sot hoxhat o simboli tyne, e këta e majnë, me këta kom qefu me ba debat. Ky e pas ka kapelin e bardh, ky shkreti ju munua me spjegua, në fund deklaroj se po, Guri i Zi, në fund, ka me deshmua në një mënyrë se si nuk e din. Normal se se din, se se dikush, këta e din vetëm Muhamedi, se qka e si. Por, vllazën e motra, ne dim se ky Guri i Zi allurohet. Si mos me allurua nëse e prek, ka me dëshmua për ty. Në qëta hoxha kam të letësua gjykimin. Me ditu se një Guri i Zi ma lehtësoj guzimin. A di qka bojnë? Kish me bojnë të njëjtën gjë qka e bojnë me miljarda njerëz në qap e le vdekin në stampedo që i vetëm me prek këtë gyur që ky me dëshmua për ta. Për ata e bojnë, ta njerëz di qka bojnë. Shikoj.
e ka puth gurin e zi, e thot Allahu ai madh, që si bërtit si gumari, Allahu Akbar! U knaq, shkor në xhenet, qyre si duket guri si vagina, do me tha, që sa njeri, stampedo, jo për me tjetë, qyre gratë shketat, këtu i përlunojnë, i shkelin, qyre veç gjallë, o zot, shikoja një ftyrën si e kanë bërë, tanë gjak, e kanë shkel, të me tha këta, qëfar lidhjet ka kjo me zotin, i lujtari derin fund, shmenduri, qyre tanë njëri për me tjetri, e këta njerëz janë lakuriq, për atë e vejnë vetëm një qaqaf, ku s'kish me shku aty, me m'pagua. Po, a i s'ka nevoj vetë me ljargua pak qaqafin edhe kreu njeri. E vejnë muzikën dhe me këtë bukur, mrapa. E pat vlazën me sy tuj, qka bahet që më prek kë gur, pse? Se këta i kanë besua Muhamedit. Ky hoxha, ky munua me la e me shpja, thome në mëlsi. Por realiteti mbet, Muhamedi ka tha se guri ka me pasynt e gjuhën me cilën ka me dëshmua, e për ata këta e puthin, e prekin që ja i gur me dëshmua për ta si tha hoxha në një mënyrë kam valjetësua gjukimin. Pa i këta në dërmjetësim. Këta do me tha guri është partner i Allahut, a i ka me dëshmua para Allahut, për popullin e ti, do me tha, ky ka mu ban dërmjetës. E atërna, sim ka godit ky hoxh, unë nuk po di, por falenderojmë Zotin, që sa dria s'paktit, kje i ndershëm, e gjeti fjallët e Ibn Abbazit, fjallët e Muhamedit, i lexoj e pruni këtë temë të gjallë. Se vllazën e motra falenderojmë Zotin, që jam kjanë Kosovë, e i kom hap këto tema, e tash këto tema nuk mujnë ma me në enter. Këto tema duhet mu diskutua, për ata biku o qua tash, e ban propagandë Kudramet, me tha kjo janë shka, e kjo son gjanë njeri, e na kanë deshmua për ta, kjo a i keq, sepse nuk din mu përbalua me temën, s'mujnë më godat, që thonë, a, ka godat hoxha? Me fjallë, po thomë se kështu munohen më godat, më mraj, më mraj, më mpre, se më kërcnojnë e për dit, por qka munohen me ba, është me ma hup ftyrën, me tha kësa gjanë njeri, e mos e dëgjoni. Por njerëzit bëjnë pyetje, a shele Sadria në fundit, i bëjnë pyetje, hej, je kështu ka tha Luiq Berkaj, a je ka gjetë hadithin, e gjellën Kuran, si hadithi e Kurani nuk përputhën, e le thot, qka me tha tash? Normal, 4 minuta ligjerata, pa vërtetim të vërtet, por e pas kanë godit Luiqin Berkaj, por unë le po qëndroj, e do t'luftoj prap, për kom e për fenet parve tonë e Jezu Krishtin Zot. Amen.